Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Del ekspertiza për zjarrin në pallatin tek farmacia 10 dyshohet se u shkaktua nga disa fëmijë, por flakët u favorizuan edhe nga cilësia e dobët e punimeve. Situata në landfillin e Bushatit mbetet problematike, 10 zjarfikës po punojnë për vënien nën kontroll të flakëve, tymi mbulon Shkodrën dhe Vaun e Dejës. Taulant Balla pyetet për kritikat e Elisa Spiropalit, qëndrimet nuk i ka shprehur në mbledhjen e grupit, analiza e punës për çdo deputet do të bëhet në korrik. Rriten tensionet dhe dinamikat në fermën VIP, sot në mbrëmje 3 konkurrentët presin gjykimin e publikut, njëri prej tyre do të mbyll përfundimisht rrugëtimin. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet, zjarri që dogji pallatin pranë farmacisë 10 në Tiranë mund të jetë shkaktuar aksidentalisht nga disa fëmijë që po luanin në borë. Pamjet tregojnë momentin kur ata hedhin një send në grumbullin me kuti kartoni, kur më pas nisin flakët. Ekspertiza paraprake e zjarrit që shkrumboi gjysmën e pallatit 12 katësh të ndërtuar nga Arlis Ndërtim, kompania Armand Lilos, konfirmoi se flakët nisen nga ambientet e jashtme. Si duket dhe në këtë video, zjarri ka rënë në kutinë e marketit në katin 0 të pallatit, përfshiu më shumë se 30 apartamente, ku flakët në më pak se një orë shkuan deri në katin e 12. Një pallat i ndërtuar vitet e fundit, me premtimin e kushteve të sigurisë maksimale nga kompania Arlis Ndërtim, por nga ana tjetër fikset e instaluara kanë qenë thjesht për dekor, pasi asnjëra prej tyre nuk ka funksionuar. Jo vetëm kaq, por edhe marketi nga ku nisi zjarri nuk ka përdorur asnjë pajisje për të shuar zjarrin. Madje pallati ka patur sistem hidrant, por edhe ai ishte jashtë funksionit dhe zjarfikset e kanë patur të pamundur që të marrin ujin aty. Skandali thëdhohet më tepër kur në kontratën që kompania Arlis Ndërtim ka nënshkruar me nënkontraktorin për ndërtimin e fasadës ventiluese, ku thuhet se materialet janë antizjarr dhe ka një garanci për 25 vitesh, ndërkohë që ka mjaftuar një zjarr nga jashtë pallatit për të shkrumbuar totalisht 2 faqe të ndërtesës dhe duke lënë në qiell të hapur 10 familje. Referuar kamerave të sigurisë, disa fëmijë të mitur kanë qenë duke luajtur në afërsi të marketit që u përfshi pari nga flakët. 2 prej fëmijëve afrohen te kartonat me mbeturinat e marketit të vendosura te fasada pallatit dhe hedhin një duke një letër brenda. Pas 7 minutash kutit marrin flak, zjarri arrin të depërtoj brenda strukturës së fasadës së objektit, ku për shkak të materialit jo të duhur të përdorur në ndërtim, flakët marrin në pak minuta duke përpir godinën. Për këtë ngjarje në hetim është vendosur pronari i firmës së ndërtimit Arlis, Armando Lilo, i cili fillimisht ju fshet drejtësisë, por pas disa ditësh vendosi që të paraqitej vetë në prokurorinë e Tiranës për të marrë në pyetje në lidhje me ngjarjen e rëndë. Në hetim janë vendosur dhe disa persona të tjerë si kontraktor të fasadës, administratori i pallatit e të tjerë. Situata në landfillin e Bushatit vijon të jetë problematike pasi 10 zjarfikës nuk kanë arritur të vënë në kontroll flakët. Rreth e mëdha të tymit kanë mbuluar qytetin e Shkodrës dhe Vaun e Dejës, ndërsa shkaqet e rënjes së zjarrit nuk janë përcaktuar ende. Zjarri në landfillin e Bushatit vijon prej 2 ditësh duke shkaktuar masakër mjedisore në zonë. Zjarri ka marrë për masa të mëdha ndikuar nga era e fortë dhe mbetjet e hedhura atje, duke vështirësuar ndërhyrjen për izolimin e flakëve. Si të shihet edhe përmes këtyre pamjeve, tymi i mbetjeve të djegura ka përfshirë të gjithë Vaun e Dejës dhe Shkodrën, duke vënë në rrezik shëndetin e qytetarëve. Zjarri në grumbullimin e mbetjeve në Bushat ka vijuar përgjatë gjithë natës, ku prefektja e Shkodrës Holta Duda bëri të ditur se përveç zjarfikësve të Vaut të Dejës, u kërkuan përforcime edhe nga Shkodra, Lezhë, Tirana dhe Kamza. Ndërkohë që banorët janë të shqetësuar për nivelin e lartë të ndotjes. Nëse nuk menaxhohet mirë landfilli, këto kena kry punë. Të çdo lloj bimet nuk bëhet. Çdo lloj perimet, se kam një serë të vogël, vetëm serë në plasmas mund bëjnë, asnjë lloj bime tjetër nuk bën. Këto i herë nuk kanë hap as pëgjera, as dyrë, nuk kena mujt me dalë jashtë për ndotjes. Nëse vazhdon kështu, ne do të rrugë me lanë bujqësinë. Po me vazhdu ishtu, i kam thonë e burrit tem, no vazhdofsh ishtu, unë do t'iku të vajzën në Itali. Dhe nuk e danë s'kena që me po mo.
Që me të ndësh? Nën kryetari i Bashkisë së VAUTD-s nga ana tjetër foli për masat e marra dhe situatën gjatë kësaj të hënë. Zjarri ka vazhduar me intensitet lartë, kjo edhe për shkak të llojeve të mbetjeve që hidhen në këtë landfill. Era e ka favorizuar shumë zjarrin pasi ka qenë me intensitet lartë. Ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit në landfill. Grupi hetimor ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë për të parë nëse zjarri ka qenë i qëllimshëm apo është shkaktuar aksidentalisht. Një situatë shqetësuese mjedisore është raportuar paraditën e kësaj të hënë në Elbasan, ku banorët që jetojnë në afërsi të ish kombinatit metalurgjik kanë ngritur alarmin për ndotje të rënd të ajrit. Ajo ka ardhur si rezultat i djegjes së gomave buz lumit Shkumbin. Tymi i ka mbuluar zonën, ndërsa banorët ankohen se në veçanti fëmijët dhe të moshuarit kanë vështirësi në frymarrje dhe irritime të forta nga era e rënd. Ndërkohë zjarfikësit kanë ndërhyrë menjëherë për të shuar flakët. Ky është rasti i dytë brenda pak ditëve që persona të identifikuar digin goma në zona të banuara dhe shkaktojnë ndotje të rëndë mjedisore. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla ka reaguar në lidhje me kritikat publike të Elisas Spiropalit. Ai ka thënë se këto shqetësime nuk janë shprehur brenda grupit, ndërkohë që në fund të korrikut do të bëhet një bilanc i punës së çdo deputeti. Zhurma e brendshme në Partinë Socialiste pas qëndrimeve të Elisas Spiropalit në rrjetet sociale ka sjellë dhe reagimin e kreut të grupit parlamentar të mazhorancës. I pyetur nga mediat nëse PS do të mbajë një qëndrim për kritikat e Spiropalit, Balla tha se në fund të çdo sesioni parlamentar do të bëhet një analizë e performancës së çdo ligjvënësi. Ne kemi një rregull që në çdo fund sesioni bëjmë një analizë të performancës së punës së çdo deputeti, kryesia e grupit parlamentar i paraqet grupit parlamentar një raport. Duke sqaruar se kritikat e Spiropalit nuk janë shprehur gjatë mbledhjeve të grupit, Balla theksoi se vlerësimi i performancave të deputetëve bëhet çdo korrik. S'kam gjuar në mbledhje grupit. Për performancën e çdo deputeti të Partisë Socialiste është rregull, un kam 21 vjet të grup parlamentar, atëherë bëhet një vlerësim i performancës së cilit, ku padyshim pastaj kërkohet përmirësimi i punës apo çështje të tjera. Sa i përket procesit të rienergjizimit të partisë, shefi i deputetëve të Majt u shpreh se kjo është dhe një mënyrë për të përgatitur për zgjedhjet e ardhshme vendore. Ky proces rienergjizimi i partisë ndërlidhet me fazën tjetër. Faza tjetër janë zgjedhjet vendore. Partia Socialiste e Shqipërisë konkuron për të fituar në të 61 bashkitë e vendit. Për mediat, Balla gjithashtu shpjegoi se ndryshimi në kodin e procedurës penale nuk ka mbetur në zyrtarët e kuvendit, por do të diskutohet në komisione brenda këtij sesioni. Sali Berisha deklaron se ballafaqimi me Ramën që është thirrur dëshmitar në procesin ndaj tij do të jetë përballja e shekullit. Kreu i PD pretendon se ishte kryeministri që në cilësinë e kryetarit të atëhershëm të bashkisë ndryshoi destinacionin e trullit të kompleksit Partizani. Përballjen e shekullit e konsideron Sali Berisha ballafaqimin mes tij dhe kryeministrit Edi Rama në gjykatën e posaçme, pasi togat e zeza miratuan thirrjen e tij si ish kryetari i Bashkisë Tiranë. Kjo deklaratë u bë nga kreu demokrat pasi shleu detyrimin e tij për të paraqitur në SPAK. Do jetë përballja e shekullit. Aty do u tregoj shqiptarëve unë të gjithë korrupsionin e Edi Ramës dhe çfarë qenje të ligë përfaqëson ky njeri. Prandaj them, bëju burr edhe hajde në sallë gjyqit. Përndryshe, nëse nuk ta mban, urdhë të zgjidh një studio televizive, do vi si një delinkuent. Nëse në 30 prill do të jetë pjesë e seancës kur do të merret edhe dëshmia e Auland Ballës që ishte iniciatori i çështjes Partizani, pas kallëzimit që i bëri në SPAK, Berisha shprehet: Në qoftë se gjykatësi ose avokati kërkon që unë të jem aty, do të jem pa diskutim. Auland Balla është autori i shpifjes i trillimit sipas të cilit Sali Berisha i ka dhënë tokë të shpronësuar nga autoritetet pushtuese italiane gjatë luftës dytë botërore, dhëndrit të tij. Edi Rama dhe varësit e tij kanë në dokumenta të paktën 40 firma, të cilat ata kërkojnë ndryshimin e destinacionit nga klub sportiv në zonë urbane.
Deri në këtë moment në gjykatën e posaçme fjalën e ka patur mbrojtja. Avokatët kanë argumentuar se Berisha nuk mund të vihet në akuzë për një vendim që është kolegjial, pra një vendim i Këshillit të Ministrave nuk mund bëjë me faj një kryeministër, pasi është i përbashkët, e po ashtu edhe aktet nuk janë individuale. Kështu sipas mbrojtjes, SPAK është në tejkalim kompetencash sepse nuk mund vlerësoj bazën ligjore për VKM-t apo politikat që ndjek një qeveri. Këtë e bën vetëm gjykata kushtetuese. Të bashkëpandehur në proces janë dhëndri i Berishës Jamar Maltezi, që sipas SPAK është përfituesi nga privatizimi i kompleksit sportiv Partizani. Fatmir Bektashi që ndërtoi 17 pallate mbi këto troje në Hotel Riandia Pustina dhe shoqëritë Home Plan dhe Kontakt. Në një intervistë për mediat greke, kryeministri Rama vuri në duke se problemet me pronat në jug nuk përfshin vetëm minoritetin grek. Sipas tij, reforma në kadastër ka bërë që të jepen shumë tituj pronësie veçanërisht në himar. Çështja e pronave të minoritetit grek në Shqipëri është në rrugën e zgjidhjes. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në një intervistë për median greke Kathimerini, ku shpjegoi se këto probleme nuk janë vetëm të minoritetit grek, por edhe të shumë qytetarëve shqiptar. Të drejtat e pronës mbeten një çështje më e gjerë në të gjithë vendin, nuk është diçka që i përket vetëm pakicës greke. Ajo që po bëjmë tani është një proces konsolidimi dhe unifikimi i kadastrës. Po bëjmë përparim dhe kohët e fundit u kemi lëshuar shumë tituj pronësie njerëzve në jug, në himar. Kreu i qeverisë sqaroi dhe deklaratën e bërë në konferencën e Abu Dhabi në lidhje me qytetarët grek, ku tha se ata mendojnë se janë pasardhës të Platonit dhe Aristotelit, por nuk janë. Më vjen keq që komentet që kishin për qëllim të ishin provokuese, më shumë për hir të diskutimit dhe me pak humor, mund të shndërrohen në çështje serioze dhe të nxisin reagime jo proporcionale. Kjo më habiti. Mendoj se duhet i trajtojmë komentet të tilla me më shumë butësi. Ato nuk kanë për qëllim të ofendojnë, por përkundrazi të inkurajojnë autosarkazmën, e cila është gjithmonë e shëndetshme. Megjithatë, tendencat nacionaliste ndonjëherë mund të shfaqen shpejt, shpesh duke reflektuar mungesë pjekurie dhe ndërgjegjësimi. Gjatë intervistës për Kathimerini, Rama u shpreh se me zhvillimin e turizmit në Shqipëri ka përfituar dhe minoriteti grek, që operon në atë sektor. Policia e Fierit ka arrestuar 38 vjeçarin Nagim Gashi, shpallur në kërkim për vrasjen e Elton Javorit në vitin 2023. Gashi, në bashkëpunim me vëllain e tij që aktualisht ndodhet në burg, i zumprit Elton Javorit, duke i qelluar me breshëri brenda automjetit të tij. Nga hetimet rezulton se krimi ka patur motiv hakmarrjen pas konflikteve që ata kishin në kohën që kanë qenë së bashku në Gjermani. Me kalimin e ditëve në fermë, tensionet sa vijnë rriten duke tronditur aleancat mes konkurrentëve. Sot në mbrëmje, publiku do të vendosë për fatin e 3 fermerëve që janë në televotim dhe një prej tyre do të mbyll përfundimisht rrugëtimin. Pas një fundjavë të ngarkuar me emocione, përballje dhe sfida që testuan kufijtë e qëndrueshmërisë së fermerëve, sot ferma VIP rikthehet në mbrëmjen e saj të tetë, një tjetër prime që pritet të mbajë publikun të gozhduar para ekranit. Ditët e fundit brenda fermës kanë qenë intensive me dinamika që kanë ndryshuar raportet mes konkurrentëve. Sfida fizike dhe lojrat strategjike kanë nxjerrë në pah jo vetëm forcën, por edhe nervat dhe durimin e secilit prej tyre. Aleancat janë lëkundur, debatet nuk kanë munguar dhe tensioni ka qenë i pranishëm në çdo cep të fermës, duke e bërë këtë fundjavë një nga më të fortat deri më tani. Në qendër të vëmendjes së kësaj mbrëmje është vendimi i publikut. Përmes televotimit të hapur që prej së premtes janë pikërisht ata që do të vendosin fatin e 3 konkurrentëve në rrezik. Publiku ka në dorë të zgjedhë kë do të shpëtojë përmes Malborës, Blerinës dhe Klodit, ndërsa për një prej tyre gara do të marrë fund sonte. Ndërkohë pritet që mbrëmja të sjellë edhe zhvillime të reja brenda fermës, ku çdo vendim dhe çdo reagim mund të ndikojë në rrjedhën e lojës. Me emocionet që rriten nga javë në javë, ferma VIP vijon të mbetet një arenë ku strategjia, qëndrueshmëria dhe mbështetja e publikut bëjnë diferencën. Zhvillimet e fundit që kanë shtuar tensionin në ferma VIP, por edhe shumë momente të tjera do të diskutohen sot në mbrëmje, duke nisur nga ora 21 në ekranin e Vision Plus, në 2 kanalet e dedikuara, si edhe live në YouTube. Takohemi të hënën në orën 21. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.